Disaj që në këtë sallë po përsëritet i njëjti fenomen, që merret fjala për një çështje dhe pastaj tiret, nuk diskutohet fare për atë çështje, diskutohet për çështje krejt të tjera, në një tentativë për të kapur rrillësin e radhës, për të bërë show-n e radhës, për ta përdorur atë foltore si të ishte një hapësirë e konferencave për shtyp. Unë besoj se ju takon juve në të gjitha kompetencat që jep rregulloria që ta ndaloni këtë fenomen. Është fyese për të gjithë deputetët të cilët presin të marrin fjalën për të folur për një çështje të caktuar, e akoma më shumë të atyre deputetëve që çështjet jashtë rendit të ditës presin të mbyllet të gjitha pikat e rendit të ditës për të folur. Ky fenomen i shëmtuar që kthen këtë sallë nga një sallë e debatit të ideve në një sallë fyerjesh, vetëm dhe vetëm që të dalim dhe të shfaqemi në rrjetet sociale për të treguar se sa të mirë jemi e si ja kthyen filan, si ja kthyen fistekut, si treguan ca fotografi, nuk besoj se kanë vend në këtë sallë të nderuar. Dëgjuam parafolsin që e bëri sërish për herë të disajt këtë gjë, duke folur madje si, më falni për shprehjen, virgjëri politike, nuk e kam me negativitet këtë gjë. A thua se nuk vjen nga një forcë politike e cila mbaj mend kur isha gazetar në fillimet e punës time, mbante në punë duke e paguar, jo me pezullimin që është procesi përcaktuar në ligj, për në punë si civil po flasim, jo për ministrat, një nëndrejtor të një institucioni dhe e paguan dhe ndërkohë që ai rinte në shtëpi s'bënte asnjë punë, jo të pezulluar. Dhe këtë na i sjellin ne përballë që respektojnë në mënyrë tërësore ligjin, gjykatat e këtij vendi dhe çfarëdo lloj paqartësie që del në kompetenca e çojnë prapë që të përgjigjen gjykatat. Këtë moral nuk mundet të bëhet ky moral, zoti Shehaj, duke u bazuar në një pengmarrje të sallës së kuvendit për të bërë shfaqje. Jeni një deputet i ri. Ore, zhvishuni një sekond, të gjithë ne këtu, para se të bëheshim deputet, ishim qytetar të thjeshtë. Ishim qytetar të thjeshtë. Dhe kur shikonim korrupsionin dhe politikanët, skandalizoheshim, apo nuk skandalizohesh ti? Ti me të drejtë the, ore, kështu se PD-ja ku ke qenë ti brenda, ka bërë të njëjtat gjëra. Edhe më keq. Edhe më keq. Edhe më keq. Po mor po. Po mor po. Dhe kjo është arsyeja pse u kam hyrë në politik. Unë jam krenar pse kam hyrë në Partinë Demokratike. Unë kam bërë një irruptim në Partinë Demokratike për të ndryshuar Partinë Demokratike, sepse besoja, sepse i përkisja asaj partie politike të djathtës dhe bëra të betejën time në Partinë Demokratike. Dhe një ditë bukur dola nga Partia Demokratike se vendosa të ndjek një rrugë tjetër. Nuk mi vesh dot mua ti fajet e Partisë Demokratike, dakord? Nuk kam thënë ndonjëherë që Partia Demokratike është perfekte. Nuk e kam thënë kur, dhe nuk besoj se ka njëri në Partinë Demokratike që thotë që Partia Demokratike është perfekte, po kjo është çështje tjetër, kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është shumë e rëndësishme, shumë e rëndë, sepse del nga goja jote, është që ti thua, t'ja mbyllim gojën që mos të flasim për çështje që nuk janë në rendin e ditës, që të qëndrojmë strikt në rendin e ditës, më fal. Por si do flasim ne për këto vjedhje, më fal, që ju u indinjuat shumë, si do flasim ne? Ka ndonjë rend dite ku themi diskutojmë për Belinda Ballukun, që ne të diskutojmë për Belinda Ballukun? Nuk ka asnjë rend dite. Nuk ka